Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot, sinqerisht, kemi disa tema shumë interesante. Mos u mbasim fare kohë, nisim direkt në të parën. Nëse mendonit se makinat sportive janë kulmi i shpejtësisë, prisni pak, se dikush sapo vendosi po sikur të fluturojmë. Po, është momenti kur Christian von Koenigsegg u zgjua një mëngjes, pa që i ka shitur të gjithë Koenigsegët dhe thot, "Okej, niveli tjetër është avioni." Dhe jo avion çfarë do. Një dizajn që duket sikur është bërë nga dikush që ka parë shumë Formula 1 dhe filma sci-fi në të njëjtën kohë. Kompania Koenigsegg ka patentuar një avion me krah të mbyllur, që në thelb do të thotë po japim fund atij problemi që pilotët kanë sharë për 100 vitesh. Sepse ja ku është drama. Në avionet normal ajri bën një lloj parti kaotik në fund të krave, krijon turbulenca dhe harxhon karburant si një Lamborghini në trafik Tirana. Koenigsegg tha, s'ka më dram. Mbyllim krahat, qetësi, eficiencë dhe ecim. Rezultati: më pak rezistencë, më shumë shpejtësi dhe potencialisht më pak karburant. Pra një avion që punon si një CEO që ka pirë 3 ekspresa, efikas dhe nuk humb fare kohë. Dhe bën sens, ky njeri ka çuar makinat mbi 480 km/h. Në një moment toka thjesht bëhet e vogël për egon e tij teknologjike. Ironia, ndërkohë që ne akoma po presim mos na vonohet avioni 40 minuta të rinasi, ky tjetri po mendon si ta bëjmë fluturimin më të shpejt dhe më clean. Nëse ky projekt bëhet realitet, harrojeni ato avionet privat, Gulfstream si i njihnim. Mund të hyjmë në epokën e Hyperflight. Top Tech në Top Albania Radio. Ushtria më e fuqishme në botë po thot na duhet software dhe pak AI që nuk fle kur, sepse loja sapo u bë më serioze. US Army ka firmosur një kontratë 10 vjeçare me Anduril Industries, që mund të shkojë deri në 20 miliard dollar, me më miliard. Aq shumë para sa që dhe kalkulatori yt të thot, chill bro, shumë shifra. Ideja është të bashkojmë mbi 120 kontrata të vogla në një super kontratë të vetme. Pra nga kaos në ato tabelat e Excelit në one big boss deal. Sepse sipas Pentagonit, lufta moderne nuk fitohet më me armë dhe me tanqe, por me software. Me pak fjalë, kush ka kodin më eficient, fiton. Dhe këtu hyn në skenë Palmer Luckey, tipi që dikur shiste VR-ët e metas për gaming, tani po ndërton dron, avion autonom dhe sisteme që duken si nga një trailer filmi. Një upgrade i vogël, kaloi nga headset në luftë reale. Casual. Por prit, ka më shumë dram. Ndërkohë që Anduril po ngrihet si tech darling i Pentagonit, Anthropic është në konflikt me Departamentin e Mbrojtjes për përdorimin e inteligjencës artificiale në armë autonome. Pra njëra palë thot, hajde bëjmë, tjetra thot, ndalo pak se po shojmë shumë larg. Si debati klasik, njëri porosit 10 ekspreso, tjetri doj çaj me kamomil. Mesazhi është i qartë, ardhmja e luftës nuk është më vetëm fizike, është digjitale. Dhe ndërkohë që ne akoma bëjmë update telefonin natën, këto po bëjnë update mënyrën se si luftojmë vlla. Top Tech në Top Albania Radio. Po sigur një ditë shkruash tek ChatGPT-a, si mund shërohet kanceri te kafshët. Dhe të mos dalë vetëm teori, por një zgjidhje reale. Jo, nuk është skenar filmi, është histori e vërtet. Dhe protagonisti një qen i quajtur Rosie. Një sipërmarrës nga Australia, Paul Cunningham, refuzoi të pranonte fatin kur qeni i tij u diagnostikua me kancer terminal. Në vend që thoshte kaq ishte, ai bëri diçka që shumica prej nesh do bënim vetëm në panik në Google, por me versionin më hardcore. Përdori ChatGPT dhe AlphaFold për të krijuar një vaksinë të personalizuar mRNA. Po e dëgjove sakt. Nga qeni im është sëmur në po ndërtoj vaksinë në shtëpi. Tip si Elon Musk me emocione. Procesi ishte serioz. Morën tumorin, e kthyen në të dhëna, analizuan ADN-n dhe identifikuan armikun brenda trupit. Pastaj me ndihmën e ChatGPT-s dhe AI-t ndërtuan një vaksinë që i mëson trupit si të luftojë. Dhe brenda pak muajsh, Rosie kaloi nga gjendja që mezi ecte në duke vrapuar pas lepujve si të ishte në olimpiad. Tani t'jemi qartë, ky nuk është ilaçi magjik që zgjidh çdo gjë. Vaksini uli madhsinë e tumorit, i zgjati jetën dhe i dha cilësi më të mirë qenit. Pra jo fundi filmit, por një sezon 2 që askush nuk e priste. Ironia, ndërkohë që ne përdorim AI-n për gjetur captionin për Instagram, dikush po shpëton jetë me ta. Mesazhi është i thjeshtë, ardhmja e mjekësisë nuk do të vijë vetëm nga ato laboratorë gjigant, por ndoshta nga dikush që refuzon të dorëzohet. Dhe ka Wi-Fi të mirë. Top Tech në Top Albania Radio. BMW pa zhurmë dhe pa vrum vrum,
Kjo është si ta qoftë pa krip vëlla. Teknikisht funksionon, por zemra thot diçka mungon. Ja ku vjen BMW i3, makina që vetë BMW-ja e quan esenca e brandit. Pra, das is serious business. Kjo në thelb është seria 3 e ri, por elektrik. Dhe për herë të parë të gjithë po thonë duket e bukur. Jo thjesht që duket e bukur për elektrike, por duket sinqerisht e bukur. Proporcione klasike, linja elegante dhe një prezencë që thot ish bin BMW. Tani pjesa që të bën të ngresh vetullat. 900 km autonomi. Po, nga Tirana në Sloveni dhe ke ende bateri për një ekspresa. Makina vjen me 463 kuaj fuqi, sistem 800 volt dhe mund të marrë 400 km autonomi për vetëm 10 minuta. Pra në teori, ndalesa për karikim zgjat më pak se një kafe me shokun që gjithmonë vonohet. Brenda është një festival teknologjie. Ekrane gjithandej, AI që mendon për ty dhe një sistem që kontrollon gjithçka që nga drejtimi tek armatizatorët. Në thelb makina po thot relax, ish haps. Por le të jemi realist për një moment. Do na mungoj ajo ndjesia motorit klasik. Ai momenti kur e shtyp gazin dhe dëgjon atë zhurmën që t'jep goosebumps. Elektrika është më shpejt, më e pastër, por pak më e qetë, si në bibliotek. Pra pyetja finale, a jemi gati ne për një BMW që është perfekte, por nuk bën zhurmë, apo ende duam pak kaos, shumë vaj dhe pak dram në jetë? Top Tech në Top Albania Radio. E keni vënë re që Apple nuk bën më zhurmë kur nxjerr produkte të reja, por produktet bëjnë më shumë zhurmë se kur? Ironike, sepse tani ka lançuar kufjet që bëjnë pikërisht të kundërtën, të heqin gjithë zhurmën nga jeta. Quhen AirPods Max 2-shat dhe po, kushtojnë $549. Pra afërsisht sa një fundjavë në Lago.com. Lajmi kryesor, Apple ka përmirësuar gjithçka që kishte rëndësi. Anullimi i zhurmës është 1.5 herë më i fortë, cilësia e audios është më e pastër dhe kufjet tani janë aq smart sa përshtaten vetëm me ambientin. Pra nëse je në rrugë ato po thon, "Ok, po mbajmë pak transparencë, mos na flet në njëri." Nëse je në autobus thon, "Jo, këto njerëz s'kam pse i gjej muhabetin atyre." Dhe prit, ka dhe përkthim live. Pra teorikisht mund të flasësh me dikë në një gjuhë tjetër dhe kufjet bëjnë Google Translate Premium Edition, direkt në vesh. Në praktikë ende do bësh atë buzëqeshjen awkward dhe thuash një dy herë yes dhe nuk do kuptosh asgjë. Brenda ka chipin H2, spatial audio më të avancuar dhe një mikrofon që të bësh të tingëllosh si podcaster profesionist. Edhe kur je në bizhamet e tua, duke folur nga divani. Madje mund të bësh foto duke shkrepur një buton tek kufjet. Pra po, tani edhe selfie kanë nevojë për një aksesor $549. Evolucioni është real. Por e vërteta, këto nuk janë thjesht kufje, janë një bubble personal, një mënyrë për dal nga realiteti pa lëvizur fare nga vendi. Pra pyetja është, a i blim për muzikën apo për mos dëgjuar njerëzit për rreth? Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe shpresoj të kemi mësuar diçka të re nga bota e teknologjisë. Do të dëgjojmë javën tjetër me tema akoma më interesante. Ciao. Top Tech në Top Albania Radio.